me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Arlinda Sejda. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Për fillim shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Takimi në Bruksel pritet të ndodhë në janar. Shefi i qeverisë së Kosovës ende nuk e ka marrë ftesën. Austria ka aplikuar për kodin telefonik të Kosovës, që nga pas lufta kanë humbur 200 milion euro në mungesë të këtij kodi. 3 subjektet opozitare përgatiten për protesten e 9 janarit. Thonë se viti i ri si vjet fillon me 9 janar. Policia ka arrestuar 2 persona të kthyer nga Turqia. Dyshohet ishin përfshirë në grup terrorist. Një raund i ri në dialogun mes të Kosovës dhe Serbisë është planifikuar nga Bashkimi Evropian të mbahet në fillim të vitit 2016. Takimin mes dy kryeministrave ka konfirmuar Maja Kocijančić, zëdhënëse e BE-s, por pala kosovare nuk ka marrë ende ftesë për këtë takim. Kryeministri Isa Mustafa ende nuk ka marrë ftesë zyrtare nga Bashkimi Evropian për takimin e radhës në nivel kryeministrash në Bruksel. Madje nga zyra e kryeministrit nuk e di nëse do të mbahet ndonjë takim gjatë muajit janar. Valon Murteza, i këshilltari i kryeministrit, ka thënë se në këtë periudhë kryeministri Isa Mustafa është plotësisht i angazhuar në procesin e liberalizimit të vizave. Edhe vetë kryeministri në konferencën e fundit për vitin 2015 ka thënë se nuk e di se kur do të shkojë në Bruksel. Madje ai ditë më parë kishte deklaruar se nuk do të udhëtonte në asnjë vend nëse nuk do të ketë liberalizim vizash edhe për qytetarët e vendit. Kur do të marrë takimet, unë nuk mund të siguroj, sepse neve dhe jemi të lidhur edhe me këtë procesin e liberalizimit vizave dhe të përgjigjes që do ta kemi edhe ne një përgjigje pozitive nga Bashkimi Evropian, se dhe mos fitohet përshtypja që edhe BE-ja po punon në mënyrë të njëjtshme. Por Marko Gjurić, drejtori i zyrës së Kosovës në qeverinë e Serbisë, ka bërë të ditur gjatë të martës për mediat në Serbi se takimet e ardhshme në Bruksel pritet të fillojnë në fund të janarit. Edhe Bashkimi Evropian është i vendosur në vazhdimin e dialogut. Maja Kocijančić, zëdhënëse e BE-s, ka thënë se dialogu do të vazhdojë, nga se të dyja palët janë zotuar për këtë çështje. Ne presim që raundi i ardhshëm i dialogut në nivel të lartë të mbahet në fillim të vitit 2016, ka thënë Kocijančić për Tribuna Channel përmes postës elektronike. Kurse sa i përket agjendës se çka do të diskutohet mes kryeministrave, ajo nuk ka dashur që të komentoj, duke shtuar se për agjendën do të merren vesh të dyja palët. E protagonistët e dialogut kanë paraqitur qëndrime të ndryshme sa i përket temave që duhet të diskutohen. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se do të flitet për transportin e kurorëdhor dhe ajror, por edhe për të pagjeturit dhe mos zbatimin e marrëveshjeve. Kurse Marko Gjurić ka thënë se në Bruksel do të bisedohet për pozitën e serbëve, pasuritë dhe trashëgiminë e tyre kulturore, por edhe për statutin dhe pronën e kishës ortodokse serbe. Sprovede sporazum od 25. avgusta. Duam që viti 2016 të jetë viti dialogut, afrimit të marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, që do të ishte në interes të popullit tonë. Sipas Gjurić, në plan të parë për palën serbe është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Njohës të çështjeve politike në vend vlerësojnë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë, por me qasje tjetër. Sipas tyre, pala kosovare duhet të këmbgul më shumë në zbatimin e marrëveshjeve që deri më tani janë arritur e pastaj të vazhdohet më tutje. Mirë po, ka edhe të atill që thonë se për çështjen e dialogimit duhet të ndrohen njerëzit që përfaqësojnë Kosovën në Bruksel. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, i cili pritet të vazhdojë dhe në vitin 2016 nga njohës të çështjeve politike, shihet si i pashmangshëm. Ata vlerësojnë se mos suksesi i Kosovës në këto bisedime po varet nga njerëzit, të cilët po e përfaqësojnë Kosovën e jo nga procesi i dialogimit. Sipas tyre, dialogu është çështje në interes të të gjitha shteteve. Profesori së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti konsideron se delegacioni kosovar duhet të këmbgul më shumë sa i përket marrëveshjeve që janë arritur deri më tani mes dy vendeve. Praktika deri tashme fatkeqësisht ka treguar që ne me bisedimi kemi shërby agjendave që të tjerat kanë përfituar. Tu kam fjalën për Republikën e Serbisë, ndërkohë që mendoj që në vitin 2016 dhe tash tutje duhet jemi shumë më suqel dhe duhet jemi shumë të vëmendshëm që bisedimet e ardhme duhet jenë fund e kryer në shërbim të interesave të vendit. Ndërsa analisti Nejmedin Spahiu thotë se dialogu është dhuratë nga mish ndërkombëtar në mënyrë që të shtyen çështjet përpara.
Sipas tij, duhet të ndrohen njerëzit që po e përfaqësojnë vendin në bisedime. Fakti që qeveria jon po dështon në dialog është problemi joni. Duhet ta ndryshojmë qasjen dhe t'i ndërojmë njerëzit të cilët dialogojnë në Bruksel, që nuk sjellin rezultate, por ju të kemi një qasje tjetër ose një refuzim ndaj dialogut me Beogradin. Që qeveria jon po dështon po shihen rezultate dhe kur shihet skena politike që delegacioni serb i ka çantat plot atje e përfaqësuesit ton shkojnë me duar në xhepa, kjo mjafton me pasë me çfarë serioziteti e kuptojnë një gjë shumë të rëndësishme për Kosovën përfaqësuesit ton. Spahiu deklaroi se është dëshmuar edhe me rastin e fundit për asociacionin e komunave me shumicë serbe që si kryeministri Mustafa e po ashtu dhe zëvendës kryeministri Thaçi kanë deklaruar që nuk shkelet kushtetuta e Kosovës, por kjo nuk ndodhi. E për këtë sipas tij duhet të ndrohen këta të fundit. Ditë më parë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se nuk do të ketë dialog me Serbinë pa ndodhur liberalizimi i vizave. Ai ka thënë se janë duke pritur përgjigje nga Bashkimi Evropian sa i përket liberalizimit të vizave, në të kundërtën do të jetë vështirë që të marrin pjesë në proceset e mëtutjeshme. Ashtu si që ishin marrë vesh gjatë dialogut në Bruksel, Austria ka aplikuar për kodin telefonik të Kosovës. Deri tash, mungesa e kodit unifikues i ka shkaktuar rreth 200 milion euro humbje Kosovës. Kodi plus 383 do të përdoret në tërë territorin e vendit nga të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse. 200 milion euro i ka humbur Kosova që nga pas lufta në mungesë të kodit të vet telefonik. Por në fillim të muajit mars, Kosova do të ketë kodin plus 388. Ky kod do të përdoret në tërë territorin e vendit dhe nga të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse. Austria ka aplikuar tek të dielën për kodin telefonik të Kosovës, edhe pse si data e aplikimit ishte përmendur 1 janari. Ministrja për dialog Edita Tahiri ka thënë se përfitimet ekonomike të Kosovës janë të mëdha, pasi që operatorët në radhë të parë nuk do të jenë të detyruar që të paguajnë kostot të larta financiare, e që reflektohet edhe në ofrimin e shërbimeve më cilësore dhe më të lira ndaj konsumatorëve. Me zbatimin e kodit të ri unik do të eliminohen pengesat e krijuara nga mungesa e kodit, respektivisht përdorimi i 3 kodeve të ndryshme, të cilat kanë bërë të pamundur implementimin e disa mekanizmave të rëndësishëm për mbrojtjen e konkurrencës, orientimin e trafikut si në shkuarje ashtu edhe në ardhje, si dhe në menaxhimin më adekuat të resurseve të kufizuara numerike, ka thënë Tahiri. Derisa qeveria po përgatitet për dialog, 3 subjektet opozitare po merren me përgatitjet për protestën e 9 janarit. Liderët opozitar përveç thirrjes për pjesëmarrje në protest, kanë deklaruar se kjo ditë do ta nisë vitin e ri. 120.000 vendet pune ne nuk dihemi fajtor. Me një video të premtimeve të krerëve të koalicionit qeverisës që deklarojnë se marrëveshja për asociacionin është kushtetuese, opozita e bashkuar e ka nisur tubimin e parë mobilizues për protestën e 9 janarit. Krerët e këtyre partive kanë deklaruar se ata që shkelin kushtetuten duhet të japin dorëheqje. Ta është faza dytë. Faza e cila kërkesë kryesore e ka. Kosova nuk mund të qeveriset nga një qeveri e cila ka shkel kushtetutën e saj dhe ka bërë pazar në sovranitetin e vet. Dorëheqje. A mundet Kosovën të udhëheqin ata njerëz të cilët në mënyrë masive kanë masakruar kushtetutën e vet të tyre? Visa Rymiri nga partia më e madhe opozitare ka deklaruar se ata kanë vendosur ta ndryshojnë kalendarin dhe se ky vit fillon me 9 janar. Po ju uroj këtë vit të ri me një lajmërim, një vendim që kemi marrë ne si kryesi të opozitës së bashkuar, 3 subjekte. E vendimi është ky. Kemi vendosur që me ndërhyjnë kalendar. Pra është vendim arbitrar natyrisht, po megjithatë është ndërhyrje në kalendar. Sepse ky vit i ri, viti 2016, nuk fillon si filloi viti zakonisht në 1 janar, ky vit i ri do të fillojë në 9 janar. Kemi vendosur kështu sepse kështu e ka kërkuar publiku. 9 janari, sipas Ramush Haradinajt, nuk do t'jetë dita kur do t'i tregohet qeverisë se ka gabuar, por dita kur do t'i kërkohet të jap llogari dhe të largohet. 9 janari është dita kur i tregojmë që ju vetëm që ki gabim, po duhesh me dhënë llogari për këtë gabim. Shkelja kushtetuese që ka ndodhur me marrëveshjen për Zajrnicën është më e madhe, është më e rrezikshme,
është dimensioneve shumë më të rëndësishme të këqija se sa shkeljet që kanë ndodhur paraprakisht. Që të tre lideret kanë bërë thirrje qytetarëve që të jenë pjesë e protestës së thirrurësit gjithë popullore. Të njëjtën thirrje e kanë bërë edhe kryetarët e të rinjeve të këtyre partive. Polarizimet në skenën politike kanë nxitur reagimin e organizatave të veteranëve të UÇK-s. Me këtë rast, përfaqësuesit e OVL të UÇK-s u kanë bërë thirrje pushtetit dhe opozitës që tulën në tryezë dhe t'i tejkalojnë problemet lidhur me dy temat e ngritura tash e 4 muaj, sepse, sipas tyre, mos komunikimi në mesvete është duke i sjellë dëm interesit të përgjithshëm. Kryesia e kësaj organizate po ashtu shfaqi shqetësimin e saj lidhur me shpërdorimin e buxhetit nga ana e qeverisë së Kosovës dedikuar për pensionet e veteranëve dhe njëkohësisht i bëri thirrje kryeministrit Isa Mustafa, zëvendësit të tij Hashim Thaçi dhe ministrit për punë dhe mirëqenie sociale Arban Abrashi që t'i ftojnë në takim javën e ardhshme për të diskutuar problemet rreth moszbatimit të ligjit për veteran. Në të kundërtën, ata kanë thënë se janë të detyruar të radikalizojnë veprimet e tyre. Delegacioni i Prishtinës për persona të pagjetur në mungesë së zgjidhjes së kryesuesit po udhëheq Prenk Gjetaj, i cili është kryetari i komisionit për të pagjeturit. Mos zgjidhja e kryesuesit ishte arsyeja pse pala kosovare nuk u ftuan nga pala serbe në gërmimet në Kishbevak të Rashkës. Grupi punues për persona të pagjetur po funksionon pas zgjedhjen e pasuesit të Pajazit Nushit, si kryesues i grupit. Delegacionin e Prishtinës po e kryeson Prenk Gjetaj, i cili është edhe kryetari komisionit për të pagjeturit. Pikërisht mos zgjidhja e kryesuesit ishte arsyeja pse pala kosovare nuk u ftua nga pala serbe në gërmimet në Kishbevak të Rashkës. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit Prenk Gjetaj në një prononcim për gazetën Tribuna ka thënë se pala serbe nuk ka asnjë arsye të drejtojë akuza sepse procesi i dialogut nuk është bllokuar asnjëherë, as nuk do të jetë i bllokuar në këtë drejtim. Kryesuesin e grupit punues e emron qeveria. Për momentin qeveria ka zgjedhur problemin e përkohshëm dhe grupin punues e udhëheqi unë. E pse nuk e ka lëshuar vendim ose pse nuk është marrë vendim për emërimin e kryesuesit e grupit, ajo është çështje e qeverisë. Për momentin unë e udhëheq delegacionin e Prishtinës me palën serbe për çështjen e personave të zhdukur. E kryetari i Këshillit Koordinues i Asociacionit për të Pagjeturit të Kosovës, Bajram Qerkinaj, ka thënë se pavarësisht mungesës së emërimit të kryesuesit të palës kosovare, procesi në asnjë pikë nuk ka stagnuar. Serbia prej fillimit ka bërë lojra të mëdha dhe po bën ende për shkak se ndërkombëtarët nuk po bëjnë presion sa duhet tek pala serbe as në negociata. Grupi punuese ka pasur një pauzë pas vdekjes së Pajazit Nushit, mirë po pavarësisht kësaj nuk ka ngesur asnjë minutë puna e komisionit qeveritar për shkak se kompetencat i ka pasur Prenk Gjetaj. Pala kosovare ka mbetur pa kryesues që nga vdekja e profesor Pajazit Nushit në vazhdën e gërmimeve në Kishbevak të Rashkës në Serbi. Pala kosovare nuk ishte ftuar nga ajo serbe me arsyetimin se nuk kanë kryesues dhe se nuk kanë me kënd të komunikojnë. Kjo ngjalli reagime të shumta deri në mbajtjen e një takimi ad hoc në të cilin të dyja palët u morën vesh që të vazhdojnë më tutje procesin të ndërmjetësuar nga kryqi i kuq ndërkombëtar. Ndrojmë temë të informacionit. U prezantua platforma e pare prokurimit publik elektronik. Kjo platform pritet të rrisë transparencën dhe të ullë nivelin e korrupsionit në sektorin publik. Kështu të paktën tha Safet Hoxha, kryetari i Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik. Platforma është përshëndetur nga presidentja Jajaga dhe kryeministri Mustafa. Sot u inaugurua faza e parë platformës për prokurim publik elektronik Go Live. Kjo platformë është prezantuar nga Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik, duke u bazuar në ligjin e miratuar më 14 dhjetor të vitit të kaluar në Kuvend. Platforma është palos nga kryetari KRP5 Safet Hoxha. Platforma e prokurimit elektronik është një proces tetë ambicioz, por edhe shumë i sofistikuar në kuptimin teknik. Është ambicioz sepse përfshin gjitha fazat e prokurimit publik, prej fazës së planifikimit prokurimit deri në fazën e fundit që është auditimi, duke filluar nga tenderimi, kontraktimi, pagesat, monitorimi i kontratës, auditimi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se evidencat flasin se me prokurorimin publik elektronik do të rritet eficienca e shfrytëzimit dhe kursimit të paras publike nga 5 deri në 10%. Te kompanitë publike informacionet
që ka marrë nga kryetari janë se ky kursim mund të jetë edhe më i madh se sa 10%, ndërka që kursimet administrative sipas vlerësimeve të Ministrisë së Financave arrin deri në 30% të këtij procesit prokurimit. Dërsa përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Libor Çalt tha se BE-ja do të vazhdojë që të përkrahë dhe investojë në transparencën e administratës publike dhe të prokurorimit publik. Në 2016 administrata publike dhe prokurorimi publik do të mbështeten nga fondet e BE-s për herë të parë në Kosovë, dhe kjo do të thotë ndihmë direkte. Një platformë e tillë përdoret edhe në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, e cila arrit transparencë, konkurrencën dhe ul korrupsionin. Edhe presidenti i vendit Atifete Yahyaga, nëpërmjet një postimi në Facebook, e ka përshëndetur lancimin e kësaj platforme. Platforma e prokurimit elektronik do të ndikojë në zhvillimin ekonomik duke rritur konkurrencën e barabartë në treg, do të ulë koston dhe rritë efikasitetin, si dhe do të përmirësojë transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve komunale dhe qendrore në shpenzimet buxhetore. Presidenti Yahyaga përfundoi se prokurorimi publik elektronik ka qenë edhe një prej rekomandimeve kryesore të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Kjo platformë pritet të fillojë së zbatuari në korrekt të këtij viti. Ka filluar sot gjysmë vjetori i vitit shkollor. Në këtë rast, Ministri i Arsimit tha se do të përkushtohen për mësim cilësor në shkolla. Ai tha se si vjet do të promovohen shkollat digjitale duke i zëvendësuar ditarët klasik me ata digjital. Në të gjitha shkollat e Kosovës, sot ka filluar gjysmë vjetori i dytë i vitit shkollor 2015-2016. Me këtë rast, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami, gjatë vizitës në shkollën fillore Dardania në Prishtinë, tha se janë zotuar që do të ndërtojnë cilësinë brenda shkollave. Jemi zotuar që të promovojmë cilësinë në shkollë, në klasë, në atë mënyrë që të sigurojmë një mësim-dhënie dhe mësim-dhënie të avancuar e të kemi edhe indikatorë të suksesit. Ky është një vit i promovimit të shkollave digjitale. Pra nga ky vit ne fillojmë çdo muaj me promovue elementet e shkollës digjitale. Tani më do të jetë shumë funksional ditari elektronik dhe do ta zëvendësoj ditarin klasik. Ndërsa drejtoresha për arsim në komunën e Prishtinës Arbrije Nagavci tha se janë duke punuar maksimalisht në sigurimin e cilësisë në shkollat. Nga këto i përcjellim jo vetëm urimet tona, po edhe garancionin dhe përkushtimin për të punuar maksimalisht në sigurimin e cilësisë në shkolla. Të gëzuar për fillimin e vitit të ri shkollor janë edhe nxënësit. Po jam gëzuar që ka filluar viti shkollor dhe shpresoj që do të filloj dhe do të bëre suksesshëm. Shpresoj që nxënësit do të kalojmë suksesshëm dhe do të ketë nota të mira. Pasi ky është viti i fundit, shpresoj që do të arrijmë pikë të larta në testin e arritshmërisë. Unë kam menduar të regjistroj në shkollën e mesme Sami Frashër dhe shpresoj që të pranohem aty. Po gjithsesi. Mendoj me shku në Gjevdet Dod. Po, ngroje ka, domethënë nivel të mjaftueshëm, edhe mësimi është shumë i mirë, për mendimin tim është suksesshëm. Ministria e Arsimit gjithashtu ka thënë se gjatë këtij viti do të jetë edhe promovimi i shkollës digjitale, ku ditarët elektronik do të zëvendësojnë ata klasik, dhe gjithashtu në muajin mars do të dalë raporti se cilat nga tekstet shkollore duhet të ndryshohen dhe cilat jo. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës që sa më parë të miratojë në qeveri ligjen për punëtorët e arsimit për vitet 1990-1999. Madje kjo sindikat ka shprehur edhe shqetësimin sa i përket realizimit të kërkesave të tyre që janë ligji mbi arsimin, punën, pensionet dhe kontratave kolektive. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës edhe njëherë ka shprehur shqetësimin e saj sa i përket realizimit të kërkesave të tyre, që lidhen me ligjet mbi arsimin, punën, pensionet dhe kërkesat nga kontrata kolektive. Pikrisht në ditën kur edhe ka filluar gjysmëvjetori i dytë, Zbashku është drejtuar me një letër mësimdhënësve të vendit, duke porositur qeverinë e Kosovës se nëse edhe fundi janarit do i gjejë në pozitë të njëjtë, do detyrohen të ndërmarrin veprime sindikale. Kjo sindikat i bën thirrje ministrit të punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi që të gjejë kohë për takim me ta në mënyrë që t'i sqarojë çështjet pse nuk zbatohet ligji për pensionet kontributdhënëse.
Zbashku kërkon nga qeveria e Kosovës që sa më shpejt të miratojë në qeveri dhe të procedojë në kuvend ligjin për punëtorët shqiptar të arsimit për vitet 90-99, pasi ky dokument sipas tyre si projekt ligj ka arritur tani e 3 muaj në qeveri. Sindikata kërkon nga Këshilli i Prindërve që të u bashkangjiten angazhimeve të tyre në mënyrë që çështjet të zgjidhen me dialog. E në ditën e parë të fillimit të procesit mësimor, kjo sindikat ka marrë edhe informat që në qendrën e kompetencës në Malishev janë krijuar probleme pasi që mësimdhënësit kanë filluar me grevë. Kosova vazhdon të mbajë reciprocitet me Serbinë sa i përket librave. Kjo për shkak se tash e sa kohë, Serbia ka bllokuar disa kamion me libra shqip dedikuar për nxënësit e Luginës së Preshevës. Një ditë më herët, Kosova ka lejuar që të futen në Kosovë rreth 20 libra në gjuhën serbe, ndërsa dogana thotë se kanë qenë rreth 20 libra, të cilat nuk kanë qenë libra shkollor dhe shkencor. Kosova vazhdon të mbajë reciprocitet me Serbinë sa i përket librave shkollor, për shkak se Serbia tash e sa kohë ka bllokuar maune me libra në terminalin doganor dedikuar për nxënësit e Luginës së Preshevës. Këtë ka konfirmuar sot për Tribuna Channel Ministri i Arsimit Arsim Bajrami. Ai nëpërmjet postës elektronike i ka thënë televizionit se nga ana e tij nuk ka ndryshuar asgjë. Nga ana ime nuk ka ndryshuar asgjë. Mashti nuk ka lejuar asnjë libër nga Serbia. Ajo që ne kemi kërkuar muaj më parë nga dogana ka qenë lirimi nga tatimi për disa pajisje për Universitetin në Mitrovicën Veriore në kuadër të një projekti nga Bashkimi Evropian. Ministri Bajrami tha se sot ka kërkuar informata nga doganat dhe se janë dërguar 2 shkresa ku në to shkruhet se Masht kërkon që të lirohen librat nga dogana për pajisjet laboratorike për Fakultetin e Shkencave Teknike në Mitrovicë. Ndërkohë një ditë më herët në terminalin doganor të Kosovës janë lejuar të hyjnë rreth 20 libra në gjuhën serbe. Por zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci nëpërmjet telefonit tha se librat e lëshuar nuk janë libra shkollor dhe shkencor. Ka pasur shumë pak libra dhe nuk kanë qenë libra shkollor dhe shkencor, ato të cilat janë lejuar të kalojnë. Dhe ne këtë ua kemi sqaruar edhe mediave dhe kemi sqaruar edhe me Ministrinë e Arsimit. Ndërsa Bashkimi Evropian, në lidhje me këtë çështje dhe bllokimin e librave nga Serbia, ka një përgjigje të njëjtë si ajo dhënë muaj më parë për Tribuna Channel. Është shumë e rëndësishme që të gjithë nxënësit të kenë qasje në librat e nevojshëm. Serbia ka marrë një zotim për implementimin e politikave kundrejt minoriteteve kombëtare në vijë me obligimet që dalin nga Konventa Kornize e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e minoriteteve kombëtare dhe nga Karta Evropiane për rajonet ose gjuhët e minoriteteve. Legjislacioni për edukimin e minoriteteve në gjuhën e minoriteteve duhet të implementohet. Sot është zhvilluar edhe një takim ndërmjet Ministrit të Arsimit të Serbisë dhe Jonos Moslet nga Këshilli Nacional Shqiptar për çështjen e librave. Sot u takua me Ministrin e Arsimit të Serbisë, por nuk ka ndonjë rrisi nga ky takim. Ne kërkuam që librat të lirohen, por ata kërkuan që të bëhet seleksionimi i librave dhe të shënohen librat të cilat janë të nevojshëm dhe pastaj të shqyrtohen, por ne nuk e pranuam këtë. Moslet tha se kjo është edhe një lojë e Serbisë, ka të cilat tashmë ne jemi mësuar të i shohim çdo herë. Policia e Kosovës gjatë 24 orëve ka arrestuar gjithsej 8 persona për vepra të ndryshme penale, 2 prej tyre për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Ata po ktheheshin nga Turqia. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, pas arratisjes nga Stambolli, janë arrestuar 2 persona për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Me urdhër të prokurorit, të dyshuarit dërgohen në mbajtje. Ndërkohë në Ferizaj raportohet se në rrethana të panjohura shkapluar nga zjarri i vetura Toyota pronë ATK-s. Në vendin e ngjarjes, një siti policor ka vërejtur një dorës gome afër veturës dhe se të gjithë xhamat e së njëjtës janë thyer. Lidhur me rastin janë njoftuar njësitet përkatëse policore dhe prokurori, nuk raportohet për të lënduar. Policia ka raportuar edhe për aksidente që ka ndodhur gjatë 24 orëshit të fundit, duke bërë të ditur se në rrugën Bill Clinton në Prishtinë një person ka humbur jetën në një aksident të tillë. Edhe në fshatin e rreshtan të Suarekës raportohet se si pasojë mospërshtatjes së shpejtësisë lëvizjes dhe kushteve të rrugës, një veturë ka shkaktuar aksident duke i goditur 2 vetura tjera. Përpos dëmeve materiale, lëndime të lehta trupore kanë pësuar një vozetës dhe 2 pasagjerë, ku pas trajtimit mjekësor janë liruar në shtëpi. E për të gjithë qytetarët të cilët nuk kanë respektuar rregullat në komunikacion, Policia e Kosovës ka shqiptuar gjithsej 424 tiketa trafiku.
Gjykata themelore në Prishtinë ka hedhur poshtë akt akuzën dhe ka pushuar hetimet në lidhje me rastin e njohur si Apex, nga se akt akuza është paraqitur pasi që ka kaluar afati ligjor. 11 persona janë akuzuar për veprën penale të krimit të organizuar, detyrim dhe posedimi paligjshëm i armëve dhe narkotikëve. 11 persona të akuzuar për veprën penale, krimi organizuar, detyrim, shtrëngim dhe posedim i paligjshëm i armëve dhe narkotikëve nuk do të dënohen për këto vepra. Kjo për faktin se gjykata themelore në Prishtinë ka hedhur poshtë akt akuzën dhe ka pushuar hetimet në lidhjen me rastin e njohur si Apex, në arsyetimin se akt akuza është paraqitur pasi ka kaluar afati ligjor. Pas interpretimit të saktë të dispozitave relevante të kodit të procedurës penale të Kosovës, kryetaria e trupit gjykues ka ardhur në përfundim se ligji nuk ka lënë tjetër zgjidhje pasi akt akuza është paraqitur pasi ka kaluar afati ligjor, thuhet në njoftimin e gjykatës. Lidhur me këtë çështje, gjykata konsideron se mund të shihet e padëshirueshme që vepra si korrupsioni dhe krimi organizuar që dëmtojnë shoqërinë kosovare të kalojnë pa ndëshkuar për shkak të një tejkalimi të vogël të afatit ligjor. Po sipas gjykatës, do të ishte edhe më e padëshirueshme nëse në Kosovë do të përkrahej praktika në kundërshtim me sundimin e ligjit dhe sigurinë ligjore. KEC ka njoftuar se mbrëm rreth orës 22 ka rënë nga sistemi njësia B1 e termocentralit Kosova B, që menaxhohet nga Keku. Rënja e papritur e këtij bloku ka krijuar mungesë të menjëhershme të 260 megawatt orë energji elektrike. Kjo sipas KEC-it e ka rënduar furnizimin me energji elektrike, kur dihet se kjo njësi përbën rreth 35% të prodhimit aktual. KEC fillimisht ka nisur të importojë menjëherë 70 megawatt orë energji elektrike, por kjo sasi është e pamjaftueshme të mbulojë tërë kërkesën. Ndërkohë KEC ka nisur procedurat e importit shtesë dhe me gjithë vështirësitë e shkaktuara nga moti i keq, ka arritur të sigurojë importin shtesë që stabilizon furnizimin me energji. Grafitët të cilat po bën në hapësira të ndryshme të Prishtinës nga persona të panjohur kundër presidentës së Kosovës Atifete Jahjaga po cilësohen si veprime të papranueshme dhe nënvlerësuese për presidentën, por edhe për femrën kosovare. Këto akte po dënohen edhe nga vetë artistët. Piktoria Majlinda Kelmendi ka thënë se Jahjaga nuk e meriton të thumbohet në një mënyrë të tillë. Grafitet me përmbajtje seksiste që paraqesin presidenten e vendit Atifete Jahjaga me rroba të brendshme kanë alarmuar qytetarët, por edhe institucionet e shtetit. Këto vepra të cilat janë bërë përgjatë 2 ditëve nga persona të panjohur në hapësira publike në Prishtinë, po cilësohen si të shëmtuara dhe të papranueshme. Kryetarja e Gruas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Makbule Shkodra, në një reagim të bërë sot gjatë ditës, ka thënë se këto grafite janë për te lirisë së shprehjes dhe bëjnë pjesë në huliganizëm politik. Ne e dënojmë fuqishëm këtë akt të ullët dhe njëkohësisht të dënueshëm, ka thënë ndër të tjera Shkodra. Profesoresha e lëndës arti konceptual në Fakultetin e Artëve në Universitetin e Prishtinës, Majlinda Kelmendi, këto grafite i quan si revolte artistëve. Sipas saj, çdo artist ka të drejtë që nëpërmjet artit të lëshojë zërin e tij, mirë po në rastin e Jahjagës, ajo tha se një presidente e vendit nuk e meriton të thumbohet në një mënyrë të tillë. Arti nuk është vetëm estetik dhe bukuri, po dhe thumbim dhe paraqitje e situatës konkrete të vendit ku jeton. Në rastin konkret për grafitet janë shumë të përhapura në botë dhe fenomene të tilla ndodhin në gjithë vendet demokratike. Por ajo çka mua më bën përshtypje është fakti që ata autor, artist, kanë thumbuar një formë e cila nuk e meriton një kryetare një vendi, sepse ne të gjithë kemi ëndruar, kemi një kryetar tonin shqiptare, në të paktën po flasim për Kosovë, e cila mund të ketë të meta, por pikërisht mënyra seksiste si e kanë paraqitur, unë mendoj që nuk i përket fare një gruaje shqiptare. Kelmendi shtoi mëtej se nëse një artist prek një temë thumbuese, i ka të drejtat e veta, por duhet të vë edhe emrin e tij. Kam frikë se artisti në fjalë ose artistët, të cilët mund të jenë studentë anët, mund të jenë miq anët, mund të kenë, nëse thonë tamam mendimin e tyre, prapë është më mirë. Nëse janë të përdorur nga politika, do me thënë ata mund t'jenë opozite politikës, po nëse përdoren nga politika, mua nuk do më vinte fort mirë. Tribuna Channel gjatë ditës është munduar të marrë një përgjigje nga ana e presidencës rreth grafiteve, por një gjë e tillë ka qenë e pamundur.
Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Kuvajti ka njoftuar se ka tërhequr ambasadorin e tij nga Irani, duke thelluar një grindje rajonale pas ekzekutimit të një kleriku shiit në Arabinë Saudite. Ambasada Saudite në Teheran është sulmuar dhe është djegur të shtunën, pasi mbretëria ka ekzekutuar sheikun Nimr al-Nimr dhe 46 persona të tjerë. Arabia Saudite ka këputur lidhjet e saj diplomatike me Iranin në reagim ndaj sulmit, ndërsa të njëjtin hap më vonë e kanë ndërmarrë edhe Bahreini dhe Sudani. Por qeveria kuvajtiane vetëm e ka tërhequr ambasadorin e saj dhe nuk e ka dëbuar ambasadorin e Iranit nga vendi dhe as nuk i ka këputur lidhje diplomatike me Teheranin. Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara dhe Turqia janë në mesin e atyre që po bëjnë thirrje për qetësim të gjakrave në rajon. Arabia Saudite Sunite dhe Irani Shiit janë rival kryesor në lindjen e mesme dhe mbështesin palët e kundërta në konfliktet në Siri dhe në Yemen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vendosur për zgjerimin e kontrollit të biografisë së blerësve të armëve si pjesë e një varg masash për adresimin e dhunës me armë në vend. Masat e reja të presidentit amerikan vijnë pavarësisht kundërshtimeve të Kongresit për ligje të reja për armët. Të gjithë shitësit që operojnë online ose në panajire armësh do të detyrohen të bëjnë kontrole të biografisë të blerësve potencial. Shumë republikan i kanë kundërshtuar fuqishëm këto masa dhe kanë thënë se do t'i shfuqizojnë ato në ditën e parë nëse vinë në pushtet. Por presidenti Obama ka thënë se ato janë brenda autoritetit të tij ligjor dhe në përputhje me amendamentin e 2 të Kushtetutës, i cili u siguron amerikanëve të drejtën për të bartur armë. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ, por para se të ndahemi ju njoftojmë se sonte në emisionin politik të drejtuar nga Sejdi Demiri, i ftuar është Bilal Sherifi, sekretari i Nismës për Kosovë. Emisionin mund ta ndiqni nga ora 20:45. Për më shumë informacione, vizitojni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, vazhdoni të qëndroni me ne. Bashkë mirupafshim.